بالبيئة طالما ناس تضايق ناس يا رب فما أنت برشات وشبه يقرب بلوك من الله ومسامح يشفيك بس اللي كناس من يوم هذا منيلة يلوك من الله ومسامح تجد مشفيك شبه برشات الإنسانات بكيمة الإنسانات مزبيت كذات أنا كبيوة تجد من أشرو زمرة تونا كوكا تونا بروبليم تونا شاكيم يا الله Bate insajnati të bekueshme përgjithshëm. Ndihmona neve. Pranon prej nesh të lexim të Kuranit. Këto selama që t'i dërgojmë nga ky vend. Këtë përshëndetje, këtë përzemër që t'i dërgojmë nga ky vend. Në këtë muaj të shenjtë, në këtë shtëpi të shenjtë. Ja Rasulullah, pranon prej nesh. Ja Allah, sallallahu pejgamberin tonë për shefatit. Inshallah na përgatiton ditën e gjykimit i dashurin jon. Sallallahu alaihi wasallam. 7 lloje personash do ta gëzojnë shefatin edhe ndihmën e Allahu xhela shanuhu. Në hijen e Zotit do të jenë ditën e Kiametit, kur s'do të ka hije, kur do ta kapojë tërë nxehtësia e madhe, e pranga e madhe e llogaritjes së ditës së gjykimit, ku ajo ditë nuk do të durohet. 7 lloje personash Allahu xhela shanuhu do t'i futë në hijen e tij. Prej atyre 7 kategorive, 7 llojeve personave që Allahu do t'i futë në hijen e tij është një lider i drejtë, një gjykatës i drejtë, një zot shtëpie i drejtë, një familjar i drejtë, një imam i drejtë. Prandaj drejtësia është sifat i Zotit, cilësi e Zotit. E këshilloj vetën edhe ju më kom drejtë gjithmonë. Njeriun e drejtë, mësuesin e drejtë, profesorin e drejtë, imamin e drejtë, shefin e drejtë, nanën e drejtë, babën e drejtë, që ka punon me drejtësi, atë ditë Allah do ta nxjerrë nga ajo varë e madhe me vështirësia e ditës së gjykimit, ku do të afrohet dielli mbi kokat tona, kur s'do të ketë hije, askund përpos hijes së Zotit xhela shanuhu. E vjen ndihma e Allahut, këtë njeriu e drejtë e qetë në hijen e Zotit xhela shanuhu. Numër 2, njeriu i cili është rrit në rrugë të Allahut, i djalë i ri, një musliman, i cili është rrit dhe edukuar në rrugën e Allahut xhela shanuhu, në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe tërë jetën edhe rinien e ka quar në shërbim të komunitetit, në shërbim të vllazërisë islame, në shërbim të familjes, edhe ky djalë i ri, edhe kjo vajzë e re do të jetë atë ditë në hijen e Zotit xhela shanuhu, kur s'do të ketë hije përpos hijes së Allahut xhela shanuhu. El-Imam al-Adil wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Numër 3, wa rajulani tahabba fillah. Dy vëllezër duhen për Allah. 2 motra duhen për Allah. Për i zatë Zotit vetëm, jo interesi i dynjas, jo interesi i kësaj bote, po duhen për Allah. Çka do thotë dëshira për Allah, dashuria për Allah? Allahu është i kënaqur me ty, me veprat e tua, me cilësitë e tua, me mendimet tua, e ti je i dashur i Zotit. Pasi që Allahu don ty, edhe unë automatikisht të dua tyje. Por në rast se ti nuk je në atë rrugë që ka lyp Allahu xhela shanuhu, që ka kërkon i dërguari i tij, nuk je në rrugën e pejgamberit, atëherë nuk të dua për Allah. Pse? Pse Allahu nuk të don tyje. E prandaj nuk guzon më fut këtu çështja e egos personale me pas diçka personale. Nuk më pëlqen ngjyra jote, shtati yt, trupi yt, mendimet tu, jo. Kështu muslimani nuk e ka. Kjo është dhunti e Zotit, që shka ka fali i madhi Zot gjithve. Po unë duhet ty, përderisa Allah është duke dashur ty, je në rrugë të Zotit, edhe unë jam i dashur yt. Në atë moment që ti e leti rrugën e Allahut, dhe vijan, e le Islamin prapa shpine, e le xhamien pas shpine, atëherë edhe unë duhet me marrë një qëndrim, se nuk guxoj mu mi qesuhu me dikon që nuk është mik i Zotit. Nuk guxoj mu mi qesuhu me dikon që nuk është mik i Zotit.
treti. Për i katërti, o rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, një njeri I cili e ka zemrën e ngjitur nëpër xhami, një djalë I cili e ka zemrën e ngjitur për xhami, mi kontribu xhamisë, mi kontribu qendrës, mi kontribu komunitetit, një motër e cila e ka zemrën e ngjitur për xhami, për të mirën e muslimanëve. Edhe ai djalë I ri, edhe ajo vajza e re, edhe ajo motër e re, edhe ajo nana jonë, edhe ajo grua jona, po do të jetë inshallah në atë ditë në hijen e Zotit, mos ka me pas hije të kërkon për pas hijen e Zotit që lëshon. Prandaj këshilloj veten o vëllezër o motra, mos e kursoni jetën tuaj në shërbim të komunitetit. Mos e kursoni jetën tuaj, madhin tuaj në shërbim të kavuzës islame. Mos e kursoni jetën tuaj në shërbim të komunitetit. Çka të mundeni secili, kjo ndërtesë, kjo qendër, ky vend I bekuar e pret kontributin tonë, kontributin tim. Me çka të mundeni, secili e din veten e tij më mirë se çka mundet më ofro komunitetit. Për çka? A ki interes? Vallahi s'kam interes. Vetëm dëshira e Allahut, kënaqësia e tij, edhe ditën e gjykimit me pështuar nga ajo vapë e madhe, ho dhe me qenë tahte dhillillah në hijen e Allahut xhelle shanu. Prandaj, bëni një jetë nga kjo natë e bekume, o Zot, ma mundëso mua që unë të jem në rrugën tënde, të kontriboj që në maksimum për komunitet.